Nuk e disha saktë se çka kam. Ka fillu si vetmi ose diçka që është të mungu. Kam tregu dhe irritim ose edhe një sjellje agresive ndaj arsimtarëve në shkollë të mesme. Edhe ata kanë kthyer në të njëjtën monedhë. E kam bërë në vendet që kokna rebelu, nuk jam të meritu një sjellje të mirë. Më kanë shtyllur më shumë që une me pas një shtypje emocioneve brenda meje, kin një farë lloj agresiviteti brenda vetes që pse unë jam të sjell të shtot. Disa minuta vjen kemi folë për një periudhë sfiduese cilën ti e ke kaluar, për cilës ke marrë shumë mësime, që sot mundohesh edhe me ndohet mësime që i ke marrë edhe me tjerët, edhe me qenë se jemi edhe muajin shtator që është muaji ndërkombëtar për parandalimin e vetvrasjeve, kështu që fillimisht falenderoj për kohën që e ke ndoa edhe për guximin që e ke marrë që përjetimet e tua me ndoa edhe me tjerët, edhe për cilas njerëzit me e gjetë forcën me te kaluar ato që po kalojnë. Para se me undal te kjo periudha sfiduese të cilën ti e ke kalu, a mund të fillimisht me na tregu se për fëminin tonë, me na tregu më shumë për veten, kush je ti? Po, faleminderit për ftesën, edhe shumë rëndësishme që gjatë këtij muajit edhe me përqu mesazhin për parandalimin e vetvrasjes. Unë koni jo bash ekstrovert, ndoshta më shumë një person introvert me një shoqëni pak më të mbyllur, me një rreth të vogël shoqënisë. Edhe diku në atë kohë për shkollës, për vitit parë shkollë të mesme, jam kyç në organizata, në shoqëri civile si vullnetar. Një adoleshent ose një fëmijë pak më si i lazrun ose me disa qëllime shumë të mëdha. Emocionin për jetën, për të ardhmen, çka ndodhi që e shujti? Ka fillu kështu gradualisht, edhe gjatë shkollës mesme, vitin e dytë, diku 16-17 vjet, gjithka ka fillu si një ndjenjë pak si vetmi ose diçka që është të mungu, po nuk e din se çka, ose jo bash ndjenjë e mungesës, po diçka është një breng që si tu e ditë në mënyrë specifike se çka është ajo. Ashtu si e ka një përmbushur. Po, është diçka që ty po të shqetëson. Edhe pak a shumë që kjo më ka bo edhe masanej problemet në shoqërinë tonë kosovare, ose edhe problemet pak më kështu gjenerale, rrethonat në familje ose edhe në shkollën kona, po më kur jam në shkollë të mesme, kanë bërë që pak a shumë me hup atë excitement, atë gëzimin që kam pas, edhe që s'pedi me kalu një kohë pak më shumë vetë më ndonë. Dhe thotë, po thu që ndër simptomat e para me thonë ashtu që të kanë shpash ka qenë izolimi, edhe se edhe në psikologi një citarm që mos me u kënaq prej sanave cilat ma përpara të kanë jap kënaqësi. Shukojnë me u shoqëru me njerëz, ndoshta me bë aktivitete tjera, po je ka një vetëdijshëm se çka do me thonë këto simptoma? Jo, pak a shumë edhe atëherë më konë, po më ne, si një për qëllime kom pas që me studiu psikologjinë, kështu që mundoj që edhe se jam konë shkollë të mesme që mu para përgatit me bu hulumtime, po më ne me bu kërkime në atë kopë se qka është të më shqetësu, po dhe bashkë nuk jem konë i mirë informun, kështu që nuk e disha saktë se qka kam. Mundoj që me gjithë arsye të ndryshme, po prap nuk saktë nuk e disha, për shembull nuk e kam ditë që çajo është të udhëheq drejt në një gjendjes depresive. Do thotë nuk e mujt me identifiku që janë simptoma depresionit ato. Edhe kjo ka qenë për shkak të ndoshta pamundësisë me marrë informacionet e duhura për atë kohë. Po, ka pas për shembull në rast unë si hobi kam edhe shkrimin, ku për një kohë pata ndalu me shkru, ose e kom pas që më konë ndoshta me persona pak më të afërt, me familjarë, ose me dikën që o shumë i afërt për mu, kom pas ndoshta sjellje jo agresive, po ju më konë ndoshta mash pak më nervoz me ta, ju më konë... Je irritu ma letë ndoshta për situata? Po, ju më konë e kom pas shumë të letë me qenë ma irritu nëse ma i frustrun me ta, kështu që kjo konë pak njëna prej simptomeve që gradualisht më ka kalu në fazën tjetër që është afër gjendjes depresive. Ndoshta nuk kom pas
kom pas qef stimulime, për shembull me dalë me shoqni edhe kur kom pritu me u kthy në shtëpi, se ja kom ditë që masane prap kam nevojë tu stërmendu në dhomë ose me tu dash me hulumtu që gjendjes çka është tu më shqetësu. I përmendet dy simptoma që po du me mundal të kjo, që është kur irritohesh prej situatave caktuara edhe kur nuk i bën aktivitetet që i bë më herët. Këto zakonisht edhe keq interpretohen këto gjendje. Për shembull, kjo që tha që ke pas më herët qef me shkryt, por nuk e shkryt më, mundet me u interpretu edhe si dembelizëm, ose kjo kur irritohesh prej situatave caktuara mundet me u interpretu si aktiviteti tepërt ose si mendje madhësi, edhe po besoj që kjo të ka ndodhur aty, sidomos në njerëzit që nuk e kanë ditë se çka ti po përjeton. Po, këto në dy prej arsyeve që më shumë masanem kanë shtim drejt depresionit ose një gjendje ankthit në disa raste, për shembull si dihet arsimi që është në Kosovë, ku dhe pa dash me direkt me i fajsu arsimtarët, po do shta jo përgatitja aty nëse qysh më marrë me nxanca që kanë simptoma të depresionit, në atë kohë unë kom tregu dhe irritim ose edhe një sjellje agresive ndaj arsimtarëve në shkollë të mesme. Edhe ata kanë kthy në të njëjtën monedhë, në të njëjtën mënyrë ndaj meje, kështu që kjo më ka bërë që mu edhe mos me mësu, edhe mos më koni në zanë si mirë, po një zanë si mirë se që është normat shoqërinë tonë, edhe masanej edhe pritshmëri që mos nuk jetë në zanë si mirë, nuk jetë mësu, se nuk jetë bod një punë caktune, se jetë dhe me lavë, këto më kanë shtyllë ma shumë që une me pas një shtypje emocioneve brenda meje, që edhe, e kom binë vetën që unë jam të pritu me bo diçka, nuk po kam më vullnet, ose raporti me arsimtarën në shkollë është të shku shumë keq në mënyrë agresive, ku ka pas frasë për shembull, që dil jashtë mësimit ose në vetë më pëlqeu orën e mësimit, edhe kjo më ka bërë që me mënyra e vetbesimit ose mënyra se çysh unë po e shoh veten, perspektiva se çysh e shoh veten, me ndryshu, me thonë që unë tash kokna rebelu ose nuk jam të meritu një sjellje të mirë për shkak të rrethonave ose arsyeve të ndryshme. Kjo që e tha është shumë e rëndësishme, sidomos te kjo pjesa ku mësimdhënësit nuk janë të përgatitur mjaftueshëm si që më përballë me secili nxënës është i veçantë, secili e ka mënyrën e vet, mirë po ata nuk janë mjaftueshëm të përgatitur qysh me u qas, sidomos nxënësave që kanë ai condition ditë mendor që po tregon edhe te, edhe ata e thash shumë mirë që përveç kjo ndikon mandej edhe në vetbesim, vetperceptim, edhe është një shtysë shumë e madhe që ja u japin rrugtimin që ka qaj fëmijë. Se nështë ti kishe pas tjetër rrugtim jetësor nëse ata ishin kanë afër teje në atë kohë, ose të kishin kuptu, ose të paktën ishin mundu me të kuptu. Po, për shembull, kur ndryshimi i notave në shkollë të mesme ka pas rramje, ka pas për shembull komente në familje, në shkollë që nuk je ai që je kon, je të dhe me lavë, ose tani që është në familje tona, shoqërinë kosovare që unë po bëj, po mundohem me të ndihmu, gjithçka për ty, po Ti po e kthen me të keq, po kthen me të keq, edhe kjo tani është edhe diçka tjetër ti irritohesh mrena vetes, ke një farë lloj agresiviteti mrena vetes që pse unë jam të sjell kështu. Dhe tani ti nuk mundesh me tregu ose edhe nuk t'jepet mundësia që ty me shpreh pse jemi në qitë pikë ose pse është të ndodhur që kjo çështë. Kështu që edhe kjo ka qenë një prej arsyeve. Tash pak për temës më ka pas raste, unë jam me profesion pedagog, edhe para 2 vjetëve në njënën prej shkolla në Gjakove, e kom pa që në bank u ka një shënim në bank i shkruan që për shëndetin mendor që po du me vetën ose diçka tillë, edhe ajo më ban me kuptu që hala diçka nuk ka ndryshim, për shembull nëse edhe mungesa psikolog në këtë rast, nëse kishim pas psikolog në shkollën e mesme teknike ku unë kom përfundu,
kjo kishte diçka pak më ndihmuese, po edhe mënyra se për shembull nëse unë kam tregu nuk ka pas si pedagog është e rëndësishme që si mëdhënësi ose kujdestari me bashkë bisedu në mënyrë individuale pse ka ndryshim të sjelljes, ose nëse sjellja është shumë ndryshimi i sjelljes është shumë drastike, ky rast unë nuk ka ndodhur, që po besoj edhe në raste të tjera me nxënës të tjerë që ndodh shpesh kur nuk pyetet, po gjykohet. E ky tani gjykimi ka ndodhur si në shoqëri, si në familje, si në shkollë, në arsim, edhe më ka shtyr më shumë që më tërheq edhe me kërku vetëm stimulim, që thash më herë, që me dalë me shoqëni ose më marrë më shumë me aktivitet aty ku unë kam tërheq. Me ik ashtu, Po, me ik realitetit ose çfarë ndjenjë që është më shqetësu mua. Visar tregova edhe më herët që ti këtë periudhë të jetës e ke marrë edhe tash po dan me reflektu edhe tjerë në bazë të mësimeve që ti i ke nxjerr. Edhe publikisht i ke dalë ke tregu që ke pas edhe tentativa për vetvrasje. Unë kisha dashur fillimisht me na tregu se çysh e ke kalu komplet këtë fazë, me dhënë ashtu si mesazh për njerëzit që janë këtë gjendje. Po, unë kam pas mendime për vetvrasje qysh dikur ka përfundimi i shkollës mesme, që i bja diku në vitin 2016, edhe kur kam fillu edhe me seancë, kam pas disa seanca, 6 muaj, seanca po të psikiatri, e pastaj pas seancave më ka duk që jam mirë edhe e kam ndërprej. Po kështu kam pas tentativë për vetvrasje që fatmirësisht mjekët kanë arritur me më shpëtu. Unë kam pas mendime për vetvrasje qysh dikur ka përfundimi i shkollës mesme. Mënyra se qysh janë qas njerëzve mu u kon pak ndoshta si presion, se është e kuptueshme që ata kanë dashur masani me ndihmu mu, me qenë afër meje, po mu ka dok shumë si presion psikologjik që kret mu kanë gjujt mu stash, okay, edhe tu e di që është tabu tani njerëz me komente që ai budallti, që ke mujt me bo këta. Mesazhi kishte me qenë që sa ma shumë folim për peshën në rënd që e kemi brenda neve krimi në një gjendje depresive, kur flasim hapun me familje ose me dikën tjerë, na doket shumë ma lehtë edhe njemi shumë të lehtë mrena shpirtnisht. Kështu që i inkurajoj që me fol hapun edhe me kërku ndihmë profesionale, për shkak që psikologu nuk ka vetëm që t'jap hapa me flajtën gjumë edhe me u qenë psikisht ma shumë, po është një si kur një mjek si një mjek që të pyet për shembull ku po dhem edhe ku e ke dhimbjen, ashtu të njëjtë edhe psikologu që mundohet me e gjetë traumat që kanë prodhuar me një gjendje të rëndë psikologjike.